تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, atë e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me mësimet e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, mësimet të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit dietarit kolosal Imam dhe Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, Allahu e mëshiroft, i cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft atë dhe e falt atë, na falt ne, të gjithë dietarët tanë dhe mësuesit tanë dhe prindrit tanë dhe i falë të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi të mësimi i fundit i librit, që është mësimi 18, do të thënë pasi i mësuam çështjet e rëndësishme të Islamit, ose bazat dhe ato të cilat duhet t'i di secili musliman. E përfundon me këtë mësim që është titulli Tajhizul Meyyiti was-salatu alayhi wa dafnuhu. Do të thënë përgatitja e të vdekurit, namazi i xhenazës dhe varrosja. Pra tham se ky libër si e ka titullin, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme, janë mësime që duhet t'i di secili musliman. Dhe shumica e atyre janë që i ka obligim secili musliman t'i di. Pa marrë parasysh, do të thënë është prej masave të përgjithshme ose është prej njerëzve që janë të specializuar për kërkimin e diturisë dhe mësimin e fesë. Këto mësime duhet t'i di secili. Shumica prej atyre që i përmendëm janë obligim për secilin individ. Kurse ky mësim që ka të bëjë me përgatitjen e të vdekurit dhe faljen e namazit xhenazës, varrosjen dhe rregullat që kanë të bëjnë për xhenazën, janë gjithashtu janë prej obligimeve të Islamit, mirë po jo për secilin individ, sepse këto punë janë fard kifai, do të thonë janë obligim kolektiv, që nëse i kryen ato dikush prej muslimanëve, atëherë ju hiqet përgjegjësia dhe obligimi të gjithë të tjerëve. Por nëse nuk i kryen askush, atëherë të gjithë muslimanët kanë mëkat për mos kryerjen e asaj çështje. Ka thonë pra në fillim ad-darsu thamin ashar, pra mësimi i 18, Tajhizul Meyyiti was-salatu alayhi wa dafnuhu, pra përgatitja e të vdekurit, namazi i xhenazës dhe varrosja e të vdekurit. Ka thonë wa ilayka tafsilu dhalik, do të thonë në vazhdim po japim detajet për këtë. Në lidhje me të vdekurin ka përmendur disa pika. E para, thot awwalan, do të thonë në fillim, talqinul muhtadhir, do të thonë ti thuhet talqinul muhtadhir la ilaha illa Allah. Ti thuhet atij që është duke vdekur, ti mësohet ose ti orientohet, me thënë, mos themi të i imponohet fjala la ilaha illallah.
domethënë duke ja përkujtuar. Telqin, kjo do thot në gjuhën arabe, që ta mësosh tjetrin çka të flasë. Domethënë, ti thuhet fjala la ilaha illallah, thot li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslimun fi sahihihi. Thot në bazë të hadithit fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë pra mësojani ose përkujtojani të vdekurve tuaj fjalën la ilaha illallah. Transmeton Muslimi. Dhe thot wal muradu bil mauta fi hadha al hadith al muhtadarun. Do të thënë qëllimi me fjalën të vdekur në këtë hadith është ata që janë duke vdekur, do të thënë në momentet e fundit të jetës. Edhe ata janë wahum men dhaharat alehim amaratul maut. Do thotë janë ata të cilët janë shfaqur tek ata, do të thonë shihen shenjat e vdekjes. Pastaj thot thanjen idha tuyqina mautuhu, do të thonë kur tjetë e sigurt që ka vdekur, ughmidat aynahu wa shudda lihyahu li wurudi sunnati bidhalik. Edhe kur do të thonë të bëhemi të sigurt se ka vdekur, atëherë i mbyllen syt, i shtrëngohet nofulla, do të thonë, sepse për këtë kjo është vërtetuar në sunet. Do të thonë këtu kemi disa pika në këtë mësim që thamë se nuk është obligim për secilin një individ prej muslimanëve, mirë po ka mundësi që secilit prej muslimanëve t'i bjerë që t'jetë obligim për ta personalisht. Dhe zdihet, do të thonë se në çfarë mund të ndodh, edhe në çfarë rrethana mund të gjendet njeriu, dhe ka mundësi që i bëhet obligim që ti di patjetër këto rregullat e vdekjes dhe përgatitjes së të vdekurit. Dhe padyshim se secili njeri do të takohet me vdekjen, edhe do të ballafaqohet, duke parë njerëz të tjerë duke vdekur, edhe më në fund secili do të takohet vetë me vdekjen e vet. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, do të thonë secili shpirt do ta shijojë vdekjen. Secili do të vdesë dhe askush nuk ka mundësi, do të thonë, të mbetet pa u takuar me vdekjen, por edhe gjatë jetës së tij do të takohet me raste të vdekjeve. Kurse në sheriatin ton ka rregulla edhe ligje si duhet të veprohet me të vdekurin. Do të thonë, dhe kjo tregon kujdesin gjithashtu dhe respektin edhe për të vdekurin, përgatitjen, pastaj larjen, qefinosjen, namazin e xhenazës, lutja për të dhe varrimi i tij e kështu me radhë. Do të thonë, të gjitha këto janë norma madhështore të kësaj feje, që janë norma të bukura me të cilat respektohet i vdekuri dhe i bëhet dobi të vdekurit, do të thonë me dua, me namaz, edhe me përgatitje të mirë. Gjithashtu është respekt edhe për antarët e familjes të vdekurit. Dhe nëse ndodh që muslimanët nuk i dinë këto rregulla për cilat po flasim, atëherë ka mundësi që veprojnë diçka që është në kundërshtim me sheriatin. Ose, më thënë, çështje që janë të ndaluara sheriatikisht, si vajtimi ose përmendja e disa fjalëve, ose ka mundësi, do të thënë, të jetë diçka prej lutjeve, që lutjet duhet t'i bëhen Allahut për të vdekurin. Kurse në shumë prej rasteve, në shumë raste, do të thënë shumë vende, kur vdes dikush që e llogarisin prej njerëzve të mirë, atëherë, do të thënë, i fillojnë t'i luten atij. Edhe kjo padyshim se është në kundërshtim total me Islamin, sepse Islami ka ardhur për ta ndaluar këtë formë të adhurimit të tjetërkujt përveç Allahut. Dhe kjo është shirk i madh. Dhe ka ardhur Islami për Allahu e ka dërguar Kur'anin dhe e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i thras njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun një. Edhe është prej rasteve për keqardhje të madhe, edhe është rast, do të thënë edhe qesharak,
që përmendin disa prej dietarëve dhe njerëzve, kur ka vdekur dikush prej shyuhëve të sufive, të dervishëve, domethënë ka qenë disa muaj i smur në spital. Edhe, domethënë disa muaj ka pas vështirësi me smundjen edhe ka kërkuar ndihmë nga mjekët dhe nga ilaçet e kështu me radhë. Kur ka vdekur, kanë fillu njerëz të smurt shkojnë te varri i tij për duke kërkuar shërim prej tij. Domethënë ai kur ka qenë gjallë nuk ka mundur ta largojë smundjen nga vetja e vet, edhe pas vdekjes kuptohet se nuk është në gjendje as ta dëgjojë lutjen, se ka thënë Allahu wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Domethënë nëse u luteni atyre ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Por gjithashtu edhe kur nuk i di rregullat e xhenazës, ka mundësi njeriu që bën gabime. Përmendin se në një rast dikush kur ka vdekur, ja kanë falë namazin e xhenazës 2 rekate me ruku dhe sejdë. Do thotë edhe kjo është prej veprimeve që do të thënë tregohet se njeriu kur nuk di, nuk është çudi që bën veprime të këtilla. Prandaj muslimani duhet të kushtojë rëndësi këtyre çështjeve, edhe ta di se secilit do t'i bjerë që t'i zbatoj këto rregulla, patjetër, gjatë jetës së tij shumë herë, edhe mund të jetë edhe përgjegjës disa herë. Do të thënë nëse vdes dikush prej të afërmve, duhet një muslimani të jetë i gatshëm që t'ja kryej të afërmit të vet, do të thënë këto rregulla dhe këto veprime, ai vet, do të thënë ai është më parsor, sesa ta thrasë dikën tjetër ose mos di se si duhet veprohet me të, edhe të kërkoj ndihmë prej njerëzve që mund të kenë dituri, mund edhe mos kenë. Edhe kjo mungesa e diturisë është shkak për t'i pyetur edhe njerëzit që nuk kanë dituri prap. Do thotë ai që nuk di, as nuk di si të veproj, as nuk di si të pyes dhe këta pyes. Për këtë shkak duhet secili ta mësoj një herë për vete, edhe libri i Allahut është mesin ton, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i pranishëm, dietarët e kanë regjistruar, e kanë shkruar, e kanë shpjeguar, edhe librat e fikut, edhe çdo gjë është e sqaruar dhe na mbetet ne vetëm të mësojmë, të lexojmë edhe të mësojmë. Çështja e parë në lidhje me të vdekurin fillon në momentet e fundit të jetës së tij, para vdekjes. Edhe kjo çështje është prej sunetit ose ndoshta obligim i njerëzve që janë afër atij që është duke vdekur, t'ja kujtojnë fjalën la ilaha illallah. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Do të thënë pra mësojani ose përkujtojani të vdekurve tuaj fjalën la ilaha illallah. Edhe këtu fjala laqinu, do të thënë është folje në mënyrën urdhërore, fjalë emër, kurse rënja e kësaj folje ose paskajorja si thuhet është telqin. Telqin, do të thënë gjuhësisht është ti tregosh dikujt tjetër çka të flasë. Do të thënë është e ngjashme me atë që dihet në gjuhën shqipe që i thon sufler. Do të thënë që i tregon, ja kujton fjalët që duhet t'i thot dikush. Dhe ky telqin, do të thënë nuk ka logjik të bëhet përveç se kur njeriu është gjallë. Do të thënë që ti tregohet, do të thënë ti thuhet kjo fjalë e cila do t'i bëj dobi. Se pas vdekjes i ndërpriten veprat birit Ademit, përveç në 3 raste, do të thënë diturit dobishme që ka lënë, edhe sadakat rrjedhshme, të vazhdueshme, dhe fëmijë të mirë të cilët luten për të. Nuk ka vepër që mund t'i vi dikush te varri dhe t'i thot, do të vinë 2 melajke, do të pyesin, t'i thuj kështu, thuj ashtu, ajo nuk ndikon më shumë. Pas vdekjes, do të thënë secili do ta ketë në varr edhe të sprova e varrit, do thotë do ta ketë përforcimin ose dobësimin bazë të veprave që i ka bërë në dunja. Ky telqin që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën la ilaha illallah, do të thënë ti kujtohet, ti futet në fjalorin e tij, me thënë fjala la ilaha illallah, e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë edhe xhaxhait tij Ebu Talibit para vdekjes, i ka thënë ja am
Qul la ilaha illa Allah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah. Thuaj la ilaha illa Allah, o xhaxha, ja am. Thuaj la ilaha illa Allah, do të thënë që do të jetë kjo një fjalë me të cilën do të dëshmoj për ty para Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vizituar një njeri prej ensarve, edhe i ka thënë ja khal, qul la ilaha illa Allah. O daj, i ka thënë thuaj la ilaha illa Allah. Edhe i ka thonë e khalun em am, do të thonë a më thua daj apo xhaxha, ka thonë la bel khal. Atëherë ka thonë më e mira për mua është që të them ose e ka pyetur është më e mira për mua që tani të them la ilaha illallah, ka thonë po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas dajt nga Medinja, do të thonë prej ensarve. Edhe për këtë shkak, do të thëmë për respekt, ju ka thonë kështu më pleqve. Nga këto hadithe e kuptojmë se ajo që duhet t'i përkujtohet njerijut është la ilaha illa Allah. Disa thonë se duhet t'a thot komplet shahadetin. Do të thënë la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Por nëse i shikojmë hadithet, nuk përmendet pjesa e dytë. Edhe gjithashtu në hadith tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Do të thonë kush e ka fjalën e fundit, fjalën la ilaha illa Allah, do të hyjë në xhennet. Nuk është përmendur edhe pjesa e dytë e shahadetit. Megjithse nëse e thot të plot shahadetin, mirë është, nuk ka do të thonë asnjë gjë të keqe. Ky përkujtim duhet t'i bëhet atij njeriu që është duke vdekur një herë. Do të thonë vetëm i përkujtohet, edhe ai e thot. Nëse e thot fjalën la ilaha illallah, edhe nuk flet më shumë pas kësaj, pa marr parasysh sa kohë qëndron deri në vdekje, do thot, nëse nuk flet tjetër fjalë, nuk ka nevojë të përsëritet tjetër herë. Por nëse thot, pastaj flet fjalë të tjera, atëherë mirë është të përsëritet prapë. Qëllimi është që fjala e fundit të jetë la ilaha illallah. Dhe si thamë, shumë prej dietarëve kanë thënë që duhet vetëm një herë t'i thuhet. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë që i thuhet 3 herë, nëse nuk thot, do të thënë i thuhet një herë, nuk e thot la ilaha illallah, i thuhet edhe një herë, edhe tjetrën herë, do të thënë 3 herë. Dhe nëse nuk e thot pas 3 herëve, atëherë, do të thënë ka ndonjë pengesë, atëherë lihet, nuk i thuhet më shumë. Mirpo, e sakta është që mjafton vetëm një herë t'i thuhet, edhe nuk ngarkohet. Tani ai njeriu që është duke luftuar, do thot me shpirtin, si thuhet, duke i dalë shpirti, nuk ngarkohet që t'i thuhen shumë fjalë dhe t'i thuhet bëj kështu, por i përkujtohet një herë fjala la ilaha illallah, dhe nëse e thot një herë, atëherë lihet, edhe nuk ka nevojë vazhdimisht t'i thuhet. Por nëse pas kësaj i lehtësohet gjendja, edhe bisedon biseda tjera ose thot fjalë tjera, pastaj më vonë është mirë t'i kujtohet. Kështu do thotë që prapë them qëllimi është që fjala e tij e fundit të jetë fjala la ilaha illallah. Pastaj çështja e dytë thot idha tuyaqqana mautuhu. Do thot kur të sigurohet se ka vdekur. Atëherë kur është sigurt se ka vdekur, ughmidat aynahu wa shudda lihyahu. Atëherë i mbyllen syt edhe i shtrëngohen nofullat, do të thënë i lidhet nofullat që të rrijë mbyllur. Thot li wurudi sunnati bidhalik, sepse kjo është vërtetuar në sunet, ka hadith sakt. Kjo ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vizituar Abu Salemen radhiyallahu anhu para vdekjes së tij, e ka parë, do thot kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i vdekur. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mbyllur syt edhe ka thonë inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Do të thonë kur të hiqet shpirti, kur të merret shpirti, kur e marrin me lajket, atëherë shikimi e ndjek ata.
Dhe kështu i mbeten syt të hapur, prandaj duhet t'i mbyllen, sa është i ngrohtë. Do të thonë duhet t'i mbyllen syt edhe t'i mbyllet goja, se nëse lihet ashtu kur të ftohet, do të thonë atëherë mbetet në atë gjendje, edhe është pamje që është e shëmtuar edhe jo e mirë, edhe për të afërmit edhe të tjerët që mund ta shohin, do të thonë, kjo është pjesë e respektit për të vdekurin. Kjo është njohur, do të thonë, te muslimanët, edhe askush prej dietarëve asnjëherë nuk e ka mohuar, edhe tham se ka bazë, ka argument në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e tretë thotë yajibu taghsilul mayyitil muslim. Do të thonë është obligim të lahet i vdekuri musliman. Pra kjo është me ixhma. Të gjithë dietarët janë të pajtimit se muslimani kur të vdes, do të thonë pas vdekjes, duhet çështja e parë që bëhet për ta është larja e tij. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar gratë kur ka vdekur bija e tij Zejnebja radhiyallahu anha, i ka urdhëruar gratë, i ka thënë ta lani 3 herë ose 5 herë ose më shumë. Edhe ka thënë ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Edhe filloni larjen nga ana e djathtë dhe para tyre filloni, do të thonë, me pjesët e avdesit. Gjithashtu ka ndodhur që ka vdekur një njeri gjatë haxhit, e ka shkelur deveja e tij, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn, do të thonë lajeni me ujë dhe sidër dhe qefinoseni me 2 rroba, wala tuhannituhu, mos e parfumosni, wala tukhammiru ra'sahu, dhe mos ja mbuloni kokën, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, sepse ai ditën e gjykimit do të ringjallet duke thënë telbien. Pra pasi ka qenë në periudhën e thënies së telbies, labbaik Allahumma labbaik, në kohën e haxhit. Pra është obligim të lahet i vdekuri. Është obligim, edhe si tham, ky është obligim i përgjithshëm ose obligim kolektiv. Nëse e kryen dikush që mjafton, edhe kryet larja, u hiqet obligimi të gjithë të tjerëve. Nëse nuk e kryen askush, atëherë të gjithë muslimanët që janë aty janë mëkatar për lanjen e atij pa e la. Përveç nëse është shahid, ka thënë illa an yakuna shahidan mata fil ma'raka. Do të thonë nëse është shahid që ka vdekur në fushbetej, fa innahu la yughassalu wala yusalla alayhi, sepse shahidi nuk lahet dhe nuk i falet xhenazja atij. Dhe shahidi do thotë varros. Kur flasim shahid, këtu është për normat e dunjas, sepse shahid për në ahiret nuk mund t'i thuhet askujt pa pas argument nga Kurani e Suneti, se a është dikush shahid te Allahu subhanahu wa taala, atë e di vetëm Allahu, është çështje e ghaibit. Edhe nuk ka mundësi njeriu të thotë për dikën se është shahid përveç se me argument nga ndonjë ajet ose ndonjë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë për shahidat e Bedrit dhe shahidat e Uhudit e kështu me radhë. Por po themi këtu për qëllim është ai që ka rënë në betejë. Do të thonë që është vrarë dhe ka vdekur në betejë. Jo ai që vdes, do të thonë nga plagët më vonë ose ndonjë formë tjetër të shahidave, sepse ka disa lloje të shahidave në hadith që janë përmendur, është për qëllim shahidi që vdes në fushbetejë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Do të thonë secili që plagoset në rrugën e Allahut. Secili që plagoset në rrugën e Allahut, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse kush është ai që është plagosur në rrugën e Allahut, atë di Allahu i lartësuar. Pra secili që plagoset në rrugën e Allahut do të vinë ditën e gjykimit dhe plaga e tij do të rrjedh gjak. Ka thënë wal launu launu ad-dam wal rihu rihul misk. Edhe ngjyra e gjakut është ngjyrë e gjakut,
kurse era është erë e myskut. Prandaj kjo gjendje e njeriut nuk duhet të ndryshohet. Do të thënë nuk duhet merret, të lahet edhe të ndrohen rrobat e kështu me radhë, por duhet varroset me gjakun që e ka dhe me ato rroba me të cilat ka qenë duke luftuar. Pra nuk duhet t'i largohen shenjat e këtij ibadeti, të cilin ka qenë duke e bërë. Si thamë edhe ai që është në ihram, po ashtu nuk i mbulohet koka, edhe nuk parfumoset, edhe ai që ka vdekur në luftë, nuk i ndrohen rrobat. Dhe argumentet për këtë se nuk duhet të do të thënë nuk duhet të ndrohen rrobat, edhe nuk duhet të lahet dhe nuk i falet xhenazja gjithashtu, ka disa hadithe. Një është që transmeton Xhabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që shahidat e Uhudit të varrosen me gjakun e tyre, edhe nuk janë larë, edhe nuk u ka falë xhenazën atyre. Dhe po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Uhudit ka urdhëruar që këtyre shahidave, do të thënë të vramëve, të largohet hekuri dhe lëkura, do thotë ato veshjet e luftës, mburojat e kështu me radhë, dhe ka thënë idfinuhum bidimaihim wa thiyabihim. Edhe ka thënë varrosini me gjakun dhe rrobat e tyre, veshjet e tyre. Dhe nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet gjithashtu se thot se shahidat e Uhudit nuk janë larë, por janë varrosur me gjakun e tyre dhe nuk u është falur namazi i xhenazës. Pra shahidat në këtë mënyrë edhe për muhrimin tham, mirë po muhrim, ai që është në ihram, thot lahet, por pa parfumosje. Ky është mendimi më i saktë, kurse në mëdhëbin Hanefi është se është obligim t'i falet namazi shahidit, edhe nëse është vrarë, do të thënë, në fushën e betejës me mosbesimtarët. Gjithashtu është një transmetim nga Imam Ahmedi dhe kanë argumentuar se me një hadith që thotë se ditën e Uhudit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka falë nga 10 veta xhenazet për një herë. Do të thënë ka renditur 10 xhenaze, edhe aty ka qenë Hamza radhiyallahu anhu, edhe i ka ndru nga 10, kurse Hamza nuk e kanë larguar prej vendit. Do të thënë, pasi shahidat e Uhudit kanë qenë 70, i bie se ka falë në 7 grupe, duke ja falur secilën herë Hamzas radhiyallahu anhu. Mirë po, ky hadith është i dobët edhe prej llojeve të haditheve që është munker. Do të thënë, hadith që ka transmetues dobët dhe i kundërshton transmetimet e sakta. Dhe kur e shohim, Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu është babai i tij ka qenë një prej shahidave të Uhudit, Abdullah ibn Haram, edhe ai e di më mirë ndodhin dhe transmetimi i tij është sahih. Prandaj e vërteta është se shahidi nuk lahet edhe nuk i falet xhenazja. Pastaj thot çështja e katërt në këto rregulla. Sifatu ghaslil meyyit, do të thënë si lahet i vdekuri. Njëherë thot antustara auratuhu, do të thënë fillimisht i mbulohet aureti. Gjatë gjithë larjes nuk guxon që t'i zbulohet aureti dhe nuk guxon ai që është duke larë t'ia shohë auretin as dikush tjetër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la takshif fakhidhak, do të thënë mos e zbulo kofshën, pra përmi gjurin, mos e zbulo atë pjesë. Wala tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyit, edhe mos ja shiko kofshën, do thot asnjë të gjalli, asnjë të vdekuri. Do thot aureti që është për gjallët, edhe ndalimi për ta parë auretin e gjallit është vlen njësoj edhe për auretin e të vdekurit. Pra i mbulohet aureti, pastaj thot thumma yurfa'u qalilan wa yu'saru batnuhu 'asran rafiqan, edhe atëherë ngrihet pak, çohet, do të thënë, pak si në formën e uljes,
edhe i shtypet barku me shtypje të lehtë. Do të thonë që nëse ka ndonjë papastërti që mund të dalë më vonë, do të thonë dalë para fillimit të larjes së xhenazës. Dhe për këtë është argument fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë transmeton Sulejm radhiyallahu anha, ka thënë idha tuwfiyat al-mar'a fa aradu an yughassiluha falyabda'u bi batniha. Ka thënë kur të vdes gruaja dhe kur duan ta lajnë, le të fillojnë me barkun e saj. Fal yamsah batnaha mashan rafiqan. Le ta fërkoj ose le ta shtyp barkun e saj me një fërkim të lehtë. Idha lam takun hubla, nëse nuk është shtatzan. Që do të thonë, edhe ka thënë nëse është shtatzan, atëherë mos e lëvizni. Do thotë duhet të ketë butësi gjatë larjes së xhenazës gjithashtu dhe me të lehtë, dhe nuk lejohet dëmtimi ose goditja, vrasja e xhenazës, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayyan. Do thënë thyerja e ashtit të vdekurit është sikur ti thyhet gjallë. Pastaj ka thënë thumma yaluffu al-ghasilu ala yadihi khirqatan aw nahwaha fayunajjihi biha. Atëherë pas kësaj, ai që është duke larë mbështjell një leck në dorën e tij ose diçka të ngjashme dhe me të e pastron, si thojmë ne i jep taret. Do thotë pra duhet ta mbështjellë dorën me diçka, se nuk lejohet gjithashtu edhe ta prek auretin pa pas asgjë, do të thonë mbulesë ose pengesë. Pastaj thot thumma yuwaddi'uhu wudu' as-salah. Pastaj i jep avdes, si për namaz. Do të thonë avdes të plot. Dhe argument është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që përmendëm më herët, ka thonë ibda'u bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'. Do të thonë filloni me anën e djathtë dhe filloni me pjesët e avdesit. Do të thonë të gjitha pjesët e avdesit i lahen njësoj sikur merr avdes i gjalli për namaz, me përjashtim se nuk i futet ujë në gojë dhe në hund. Pastaj thot thumma yughsalu ra'suhu wa lihyatuhu bima'in wa sidr aw nahwihi. Pastaj i lahet koka dhe mjekra me ujë dhe me sidër ose me diçka të ngjashme. Do të thonë sidri është diçka që e pastron likurën, dhe nëse në rast të mungesës së sidrit ka mundësi diçka tjetër që është pastrues dhe që i largon çdo papastërti prej lëkurës. Thumma yughsalu shiqquhu al-ayman thumma al-aysar. Pastaj i lahet ana e djathtë, pastaj ana e majtë. Pra me sidër përmendëm se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë larë bijen e tij, ka thënë ighsilnaha bima'in wa sidr. Lajeni me ujë me sidër. Sidër është një pemë në vendet e nxehta, në shkretir, që kështu përkthehet në gjuhën tonë akacie. Megjithse kam parë se në Shqipëri i thonë akacie një tjetër lloj drurit, por ta dini se është, do të thonë, dru që rritet në shkretire, ka hijen shumë të gjerë dhe gjethet, do të thonë janë ku që thahen edhe bluhen, ose shtypen, edhe kur përzihet me ujë, thotë është pastrues i mirë për lëkurën dhe është që përforcon lëkurën. Edhe ky është qëllimi që t'i largohet, thotë, të vdekurit çdo papastërti ose çdo mbetje që i ka mbetur në lëkurë, edhe gjithashtu të jetë më përforcuese që më ngadalë, do të thonë, të dobësohet lëkura dhe trupi i tij. Dhe i ka thonë ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik idha ra'aytunna bima'in wa sidr. Do të thonë lajeni 3 herë ose 5 herë ose më shumë. Nëse e shihni se ka nevojë, lajeni me ujë me sidër. Dhe gjithashtu e përmendëm te hadithi i atij që ka vdekur në ihram, ka thënë lajeni me ujë dhe sidër dhe mos e parfumosni. Gjithashtu sidri nuk ka erë. Do thotë është
pastrues i mirë për lëkurën, edhe për gjallët, por do të thënë gjithashtu përdoret në larjen e xhenazës. Dhe si tham, fillohet pas avdesit, fillohet me anën e djathtë, pastaj lahet ana e majt 3 herë ose 5 herë ose më shumë, do të thënë 7 herë ose më shumë, do të thotë nëse shihet që ka nevojë. Thot fa in kharaja minhu shay'un ghasalahu wa sadda al-mahalla bi qutnin aw nahwihi, nëse del diçka prej trupit të tij, do të thënë ka ndonjë varr në trup, atëherë i lahet ajo pjesë dhe i mbulohet ose i mbyllet me pambuk ose me diçka të ngjashme. Fa in lam yastamsik fa bi tinin hur, nëse nuk mbyllet varra, vazhdon të rrjedh, atëherë me balt, au bi wasail at-tibb al-hadith, ose me këto mjetet e medicinës moderne, do të thonë si për shembull me kështu si thon, me fasha, po. Do thot me diçka të tillë që ti ndalet gjakderdhja ose dalja e asaj që i del. Pastaj ka thon wa illam yanqi bi 3 zida ila 5 aw ila 7, do thot nëse nuk pastrohet, nuk është pastru mirë lëkura me 3 herë, atëherë mund të shtohet 5 herë ose 7 herë, ose më shumë, do të thënë sa ka nevojë, sigur në hadithin që e përmendëm. Thot thumma yunashifuhu bi thawb, kurse obligimi është 1 herë, do të thënë obligimi është 1 herë të lahet, por lejohet më shumë herë derisa të pastrohet mirë. Pastaj e tham, e fshin me një robë, do të thënë që ja largon ujin. Pastaj thot wa yaj'alu at-tiba fi maghabinihi wa mawadi'i sujudihi wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Pastaj e parfymos në pjesët që palosen prej trupit. Do thot siç janë sqetullat ose pjesa e gjurit ku kthehet për brenda, do të thënë gjitha pjesët e trupit që mbyllen i parfumosen, dhe gjithashtu pjesët e sejdës. Edhe nëse e parfumos gjithë trupin, atëherë edhe ajo është mirë. Dhe argument për se kjo është sunet, është e preferuar, do të thënë, është ky hadithi për njeriu që ka vdekur në ihram, ka thënë igsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayn, do të thënë lajeni me ujë me sidër dhe qefinoseni me 2 rroba, do të thënë sigur ato të ihramit që i ka, wala tuhannituhu, mos e parfumosni, wala tukhammiru ra'sahu, mos e mbuloni kokën, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, sepse ditën e gjykimit ringjallet duke bërë telbia. Kjo do thotë që ka thonë mos e parfumosni, do më thonë se ata që nuk janë në ihram, është sunet të parfumosen. Edhe, po ashtu në hadith tjetër, ka thonë i gjallë, pra për kur i ka udhëzuar gratë si ta lajnë, ka thonë i gjallë në fil akhirati kafuran, e u shejën min kafur. Ka thonë herën e fundit, kur e lani, hidhni në ujë kafur, ose shqipë thuhet kamfur, që është landë me erë të mirë dhe është e dobishme për lëkurën që e forcon edhe e mban. Do thot parfumoset në këto pjesë që i përmendëm ose i gjithë trupi i tij. Dhe ka thënë wa yujammiru akfanahu bil bukhur, edhe gjithashtu qefinin e parfumos me bukhur. Do thot kjo është ajo që është e njohur te arabët, do thot në shumicën e rasteve. Pra këto parfumet ose copëza të drurit me erë të mirë, digjen edhe tymi ka erë shumë të këndshme edhe me këtë, do të thënë ka thënë që duhet, kësaj thuhet tajmir, do të thënë që vihet rroba për me këtë tymin, që depërtoj tymin nëpër rrobë, edhe atëherë mbetet era e mirë. Dhe kjo është parfumosja më e mirë e rrobave. Por nëse nuk ka mundësi kështu, atëherë i parfumos ato qefinet, do thot,
me mënyrat që i njohin njerëzit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Do thot kur dikush e qefinos vllajën e vet, le ta bëj qefinosjen më të bukur. Domethënë, dhe kjo bukuri në qefinosje përfshin që të jetë qefini i pastër, i lar, të jetë i kthjellët, domethënë i pa, edhe është mirë të jetë i ri, i papërdorur, të jetë i trash që mos jetë i të dukshëm për trupin e tij, ta mbuloj mirë, ta vendos në mes të qefinit. Domethënë gjitha këto janë prej formës së bukur të qefinosjes. Edhe gjithashtu parfymosja e qefinit është prej kësaj, domethënë që është bamirësi ndaj të vdekurit. Po ashtu transmetohet nga Esma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma se ka thënë, ajmiru thiyabi idha mittu thumma hannituni, domethënë kur të vdes bani tajmir këtë që sqarum, domethënë rrobave, parfumosini rrobat me të cilat do të më qefinosni dhe më lyeni me hanut. Hanut është një prej llojeve të parfumeve që përdoret në trup. Wala tadhurru ala kafani hinatan wala tutbi'uni binar. Edhe ka thonë gjithashtu mos hedhni vetëm hanut, domethënë ndonjë që bën njolla nëpër qefin, edhe gjithashtu mos më përcillni me zjarr, domethënë duke bartur zjarr. Nëse ndodh, domethënë që duhet të varroset natën, gjithashtu kjo nuk është, pra është ndaluar që të varret të ndizet zjarr ose gjatë përcjelljes xhenazës, gjithashtu të bartet zjarr ose qiri ose diçka e tillë, nuk është e lejuar në Islam. Pastaj ka thonë, wa in kana sharibuhu aw adfaruhu tawilatan akhadha minha, nëse i ka mustaqet e gjata ose thonjt të gjatë të rritur, atëherë ja shkurton. Wa in taraka dhalika fala haraj, nëse nuk e bën këtë, nuk ka mëkat, domethënë nuk është obligim, po është mirë që ti shkurtojnë mustaqet dhe thonjt. Dhe ka thënë, wala yusarrihu sha'rahu, nuk ja kren flokët. Wala yahliqu 'anatahu, edhe nuk ja ruan, domethënë vendet e turpshme. Wala yakhtinuhu li'adami ad-dalili 'ala dhalika, edhe nuk e bën sunet, sepse për këto nuk ka argument. Pra këtu ka përmendur disa çështje, sa i përket mustaqeve dhe thonjve. Thot ka mendime të ndryshme të dietarët, disa prej dietarëve të hershëm kanë thënë, prej selefit, kanë thënë isna bi mayyitika kama tasna'u bi arusik. Domethënë bëja do thotë të vdekurit atë që ja bën dhëndrit, më thonë, ose nusës, domethënë të zbukurohet në të gjitha aspektet, ghayra alla takhluqahu, domethënë përveç se nuk e ruan, domethënë të vendet e turpshme. Kjo është, do thotë, kjo është mendimi i shumë prej dietarëve. Mirë po, disa prej dietarëve, për shembull në mëdhëbin Hanefi dhe Maliki, janë të mendimit se nuk lejohet asgjë të hiqet të vdekurit, sepse ai ka filluar, domethënë, të dërgohet për tu tretur në tokë. Domethënë edhe çdo gjë që kanë të i lihet, nuk i largohet. Po, pastaj për këtë çështje që ka thënë se nuk i krihen flokët, thotë disa prej dietarëve kanë këtë mendim se është e urryer, është me kruh që t'i krihen flokët, sepse gjatë krerjes flokëve ka domethënë shkulje ose kputje të disa qimeve të flokëve. Edhe, siç e dim, i gjalli si do të kishte pasur ndonjë dhimbje, domethënë gjatë krerjes flokëve, e njëjta ndalohet t'i bëhet edhe të vdekurit. Si tham se thyrja e ashtit të vdekurit është si t'i thyet gjallit. Dhe është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha se ka parë dikën duke ja krehur flokët grua një xhenazës, edhe ka thënë pse
do të them pse ja shkulni flokët të vdekurës tuaj. Por ky hadith është ose ky transmetim është i dobët. Do thotë ky është mendimi i autorit, Sheikh Ibn Bazit rahimahullah. Mirë po hadithi ose transmetimi në të cilin mbështeten është i dobët. Kurse transmetimi që është sahih është në dy sahihet nga Ummu Atiyya radhiyallahu anha, thot wa mashatnaha thalathata qurun. Do të thënë dhe ja krehëm flokët dhe i bëm 3 gërsheta. Do të thënë vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky është hadith sahih, do thotë lejohet. Pra çdo gjë që është zbukurim për të vdekurin, edhe krehja dhe rregullimi, edhe gjithashtu kjo zënia e gërshetave për gratë, do të thënë i bëhen 3 gërsheta dhe i lëshohen prapa shpinës. Wala yuhlaqu anatuhu, tham nuk i rruhen vendet e turpshme, sepse atëherë, do të thënë është domosdoshme të zbulohet aureti ose të preket aureti dhe kjo është e ndaluar. Dhe nuk bëhet sunet, pra nëse ka qenë i pabërë sunet, ka mbaru çështja e obligimit të tij, edhe nuk bëhet sunet, do të thënë tani pas vdekjes. Pastaj ka thënë wal mar'atu yudaffaru sha'ruha thalathata qurunin wa yusdalu min wara'iha. Do thotë gruas i bëhen 3 gërsheta dhe i lëshohen prapa, do thotë mas shpine, pra në bazë të hadithit nga Ummu Atiyya radhiyallahu anha. Kjo shkurtimisht çka ka të bëjë me larjen. Pastaj vjen çështja e 5, që është qefinosja e të vdekurit. Ka thënë gjithashtu qefinosja është një prej obligimeve kolektive, fard kifai, ose wajib alel kifaje. Është obligim kolektiv që është njëherë mbi të gjithë muslimant, nëse e kryen dikush, ju hiqet obligimit të tjerëve, dhe nëse nuk e kryen askush, marrin mëkat të gjithë. Më e mira, për qefinosje thot, al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwab. Do thot, më e mira është që burri të qefinoset me 3 qefin, ose 3 çarçaf, që duhet jenë të bardhë dhe nuk ka në to këmish ose amame, do të thënë lidhje për kokën, çallm për kokën. Siç është bërë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, në këtë mënyrë e kanë qefinosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe padyshim se kjo është forma më e mirë e qefinosjes. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, e kanë qefinosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në 3 qefin ose 3 çarçaf, dhe në to nuk ka pasur kamis, do të thënë këmish ose imame, do thotë diçka që e mbulon kokën, por vetëm 3 çarçaf me të cilët është mbështjell. Dhe kuptohet se ajo që Allahu e ka zgjedhur për pejgamberin e tij, padyshim ajo është më e mira. Dhe nuk do të kishte zgjedhur Allahu ndonjë formë tjetër që të përgatitet xhenazja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç asaj që është më e mira. Qefinosja bëhet duke e mbështjell me ato, do thotë vendosen 3 çarçaf, njëri mbi tjetrin, edhe vendoset i vdekuri në mes të atyre, edhe pastaj mbështillet me njërin, me atë që është më lart, do të thënë pjesa e djathtë, pjesa e majt, pastaj i dyti, pastaj i treti, edhe me këto shtrëngohet edhe, do të thënë kjo është qefinosja për të vdekun. Por thot wa in kuffina fi qamisin wa izar wa lifafa fala bas. Por nëse qefinoset në këtë mënyrë, siç vishet ihrami, kamis, do të thënë izar, që është mbështjellës nga kthiza deri poshtë gjunjëve, edhe kamis, që është mbështjellës për pjesën e sipërme, ose edhe nëse i vishet këmish, do të thënë nuk është e ndaluar. Pastaj mbështillet me 1 qefin, do të thënë edhe kjo është e lejuar, por si tham, më e mira është ajo me të cilën është qefinosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe preferohet që këto qefin të jenë të bardhë.
Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi hadha al-bayad, do të thonë merreni këto të bardhat, pra që finoseni me të bardha, dhe ka thënë fel yelbeshu ahyaukum, edhe të gjallët le të visen me të bardha. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ilbesu min thiyabikum al-bayad, do të thonë vishni rroba të bardha. Fa innaha min khayri thiyabikum, sepse ato janë rrobat më të mira. Wa kaffinu fiha mautakum, dhe që finosini me të bardha të vdekurit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është finosur me 3 rroba ose 3 çarçaf të bardh që kanë qenë prej Jemeni. Burri, do të thonë në këtë mënyrë, kurse gruaja wal mar'atu tukaffanu fi 5 athwab. Do të thonë gruaja duhet të që finoset me 5 rroba. Dir' do të thonë që është si mantel, me thonë, do të thonë që ambulon gjithë trupin, wa khimar, edhe shami, që ambulon kokën, wa izar, edhe gjithashtu izar, do të thonë si pjesë e fundit, do të thonë nga kthiza deri në fund këmbëve, edhe tjetra që është nga qafa deri në fund këmbëve mund të jetë ose deri te gjunjt, dhe khimar që është te koka, si shamia që e veshin të gjallat, wa lifafetaini, dhe dy çarçaf. Do të thënë në këtë mënyrë që finoset gruaja. Dhe këto për gruan, do të thënë dallon gruaja nga burri, sepse gruaja ka më shumë auret që duhet të mbulohet, edhe duhet të mbulohet më mirë. Dhe gjithashtu gruas nuk i ndalohet në ihram të vesh rroba të qepura, që është gjendja më e lartë në jetë. Do të thonë kur është njeriu në ihram, duke u përgjigjur Allahut subhanahu wa taala me umra ose me haxh, do të thonë është në nivelin më të lartë të jetës së tij. Në atë kohë, pra burri nuk vesh të qepura, kurse gruaja vesh. Edhe pasi lejohet në atë moment të vesh të qepura, do të thonë se lejohet edhe të qefinoset me ato. Do të thonë që t'i vishet këmish ose mantil ose edhe khimari, ky khimar, do të thonë shamia, mund të jetë qepur, do të thonë që të mbulohet në mënyrën më të mirë. Edhe pastaj më në fund, do të thonë 2 çarçaf me të cilët mbështillet. Ka thonë Ummu Atiyya radhiyallahu anha për vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa kaffannaha fi 5 athwab, pra e qefinosëm në 5 rroba. Wa khammarnaha kama yukhammaru al-hayy, edhe i vendosëm khimar, do të thonë mbules, shami, si mbulohet e gjalla. Pastaj por nëse është në ihram gruaja që ka vdekur, atëherë nuk lejohet të vishen doreza, dorashka, edhe gjithashtu niqab. Pra sikur siç e veshin gjallët, siç e kanë në ihram të ndaluara, do të thonë të gjallat. Pastaj ka thonë wa yukaffanu as-sabiyyu fi thawbin wahidin ila 3 athwab. Wa yukaffanu as-saghiru fi qamisin wa lifafetaini. Fëmia, foshnja, mbështillet me një rrobë, me një çarçaf, ose deri në 3. Do të thonë është e lejuar me 2 ose me 3. Dhe fëmia i vogël, gjithashtu me një këmish dhe 2 rroba, 2 çarçaf, do thotë, 2 qefin. Këto do thotë ka kundërshtim, falni këtu ka thënë wa yukaffanu as-saghira. Yukaffanu as-sabi, do të thënë djali i vogël, fëmia, që është nën moshën e pubertetit, pra në një çarçaf ose deri në 3. Kurse vajza e vogël, do të thënë me këmish, dhe kur thuhet këmish është për qëllim ajo, do të thënë që është forma e këmishës nga qafa deri në fund këmbëve, dhe 2, do të thënë 2 çarçaf, do thotë për vajzën. Pra kështu kanë thonë, disa kanë thonë se vajza duhet të mbulohet edhe me khimar,
e vogël, nëse është, por e vërteta është që ajo nëse nuk e ka pasur obligim kur është gjallë, që të ketë shami, atëherë edhe në qefin nuk është obligim, por duhet të imbulohet i gjithë trupi me këtë mënyrë. Djalit me 1 çarçaf, vajzës me 1 këmishë dhe 2 çarçaf. Dhe ka thonë, wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahid, yasturu jami' al-mayyit. Kurse obligimi për të gjithë këto që tham, edhe për burrin, edhe për gruan, edhe për djalin, edhe për vajzën, për të gjithë obligimi është me 1, do të thënë ky është minimumi, 1 robë që ja mbulon gjithë trupin. Ky është obligimi minimal, kurse këto tjerat janë prej mënyrës më të mirë edhe prej të preferuarave. Pastaj ka thonë, lakin idha kana al-mayyitu muhriman. Mirë po nëse i vdekuri është në ihram, atëherë lahet me ujë me sidër dhe qefinoset me izarin dhe ridan e tij, ose me të tjera, do të thënë ato që i ka pasur veshur ose të tjera, por siç vishet muhrimi, do të thënë 1 izar dhe 1 rida. Dhe nuk i mbulohet koka as fytyra, nuk parfumoset, sepse ai në ditën e gjykimit do të ringjallet duke bërë telbie, siç është vërtetuar në hadith sahih nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot nëse është grua në ihram, atëherë ajo qefinoset si gratë tjera, do të thënë si në ihram, si jashtë ihramit, qefinoset njësoj, sepse gruaja lejohet në ihram të veshë rroba të qepura. Mirë po, nuk parfumoset dhe nuk i mbulohet fytyra me niqab, as duart me dorza. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafan. Mirë po fytyra dhe duart i mbulohen me qefinin, me të cilin mbështillet, do thotë, kema taqaddama bayanu sifati takfin al-mar'a, siç u tha më herët për mënyrën se si qefinoset gruaja. Tham për këto argumentet janë në hadithin të cilin e transmeton është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Do thotë që një prej sahabeve në Arafat ka rënë prej devesë së tij, edhe ka rënë, do të thënë me kokë dhe ka thyer qafën, edhe ka vdekur në atë moment, do të thënë në Arafat, duke qenë në ihram, në kohën duke bërë telbie. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lajeni me ujë dhe sidër, qefinoseni në 2 thauba, do të thënë në 2 rroba, mos e lyeni me parfum, mos ja mbuloni kokën, sepse Allahu do ta ringjall atë ditën e gjykimit duke bërë telbie, dhe do të thënë kur të ngrihet para Allahut subhanahu wa taala, do të jetë duke thënë labbaik Allahumma labbaik. Dhe kurse në transmetimin e Muslimit thot, mos i afroni parfum atij. Do të thënë pasi në ihram ndalohet parfumosja. Ky është argumenti në, do të thënë hadithi sahih, që është në Buhari dhe Muslim, kurse disa prej dietarëve të mëdhëpit Hanefi dhe Maliki kanë thënë se edhe muhrimi qefinoset njësoj si tjertë, do të thënë nuk ka dallim, nuk bëhet ky dallim që është përmendur, dhe lejohet parfumoset, se janë bazuar në fjalën e Ebu Hurejras radhiyallahu anhu, do të thënë hadithin që ka transmetuar Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, që thotë se kur të vdes njeriu i ndërpriten të gjitha veprat, përveç sadakaja e vazhdueshme, ose dituria dobishme, ose fëmia i mirë i cili lutet për ta. Edhe kanë thonë, nuk e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ihramin. Kështu që, do të thonë nuk vazhdon në gjendje të ihramit me vdekjen e tij. Mirë po, ky argumentim, do të thonë është ijtihad, edhe është analogji, duke qenë hadithi. Do të thonë hadithi është direkt, kurse ky hadith, do të thonë argumentimi me këtë hadith për ndërprerjen e veprave është argumentim, thotë i përgjithshëm. Kurse për rastin e veçantë ka hadith të veçantë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që nuk ka nevojë për analogji dhe do të thënë qiyas, themi se duhet njësoj pasi ekziston teksti dhe rregullit në usul fiqh është
Do të thënë nuk ka qiyas me ekzistimin e tekstit. Do të thënë qiyasi përdoret kur nuk kemi argument direkt. Atëherë e krahasojmë me një rast të ngjashëm. Kurse kur ka argument direkt për një çështje, do të thënë padyshim se i jepet përparësi fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para mendimit të njerëzve. Është transmetuar edhe nga sahabët, do të thënë ka pas disa prej sahabeve që kanë thënë se lejohet. Mirë po, kjo do të thotë që nuk u ka arritur ky hadith. Do të thënë nuk e kanë dëgjuar këtë hadith. Edhe ijtihadi i sahabeve, nëse bie në kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu padyshim i jepet përparësi fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka ndodhur që disa sahabeve nuk u ka arritur ndonjë hadith, nuk e kanë dëgjuar, edhe ka raste kur i është përmendur hadithi, menjëherë janë kthy në mendimin që e thot hadithi. Por nëse nuk është përmendur, do të thonë me siguri nuk u ka arritur sepse ata nuk e kanë kundërshtuar hadithin asnjëherë. Pastaj çështja tjetër, thot e 6-ta, kush duhet ta laj dhe ta qefinos dhe t'ja fal namazin të vdekurit? Ka thonë e haqqun nasi bi ghaslihi was salati alayhi wa dafnihi wasiyuhu fi dhalik. Do të thonë më meritori ai, do të thonë nëse i renditim përparësi kush ka prioritet, numër 1 është ai që për cilin ka porositur ai vdekuri. Nëse ka thonë kur të vdes unë, të mlaje filani ose të më falet xhenazën filani, atëherë ai ka përparësi para secilit. Pastaj, nëse nuk ka një të këtill, do të thonë, nuk ka porositur për dikën, më parsor është babai, pastaj gjyshi, pastaj më i afërti kush është prej burrave të familjes së tij, do të thonë për burrin. Kurse për gruan, gjithashtu, nëse ka porositur për ndonjë grua, ka lënë amanet, si thonë të na, që ta lajë dhe t'ja falet xhenazën një grua e caktuar. Pastaj, nëse nuk ka lënë, atëherë më parsore është nana. Pastaj është gjyshja, pastaj më e afërta prej grave të familjes së saj. Do thonë, kjo është renditja. Do thotë në përparësi. Kuptohet se kur le porosi, testament, wasije, duhet të përmbushet. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Do thënë nëse dikush ja ndryshon porosin ose testamentin dikujt, atëherë mëkatin është rënduar me mëkat ai që e ka ndryshuar. Do thënë nëse kur ka qenë gjallë, do thotë i vdekur i ka lënë porosi ose testament për një çështje, atëherë duhet të zbatohet patjetër, përveç nëse është në kundërshtim me shariatin e Allahut. Dhe kjo është transmetuar nga shumë prej sahabëve. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Idha ana mittu yusalli alayya az-Zubair ibn al-Awam." Do të thonë nëse kur të vdes unë, të ma falet xhenazën Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Ummu Salama radhiyallahu anha ka thënë ka lënë vasijet, do të thonë që xhenazën t'ia falë Sa'id ibn Zaid. Do të thonë Zubair ibn Awam është një prej 10 përgëzuarve në xhenet, edhe Sa'id ibn Zaid gjithashtu. Aidh ibn Amr radhiyallahu anhu ka lënë testament që xhenazën t'ia falë Abu Barza al-Aslami. Yunus ibn Jubair ka lënë testament që xhenazën t'ia falë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Do të thonë ky prej tabiinëve ka lënë vasijet që xhenazën atij t'ia falë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hudhayfa ibn Usaid ose Hudhayfa ibn Asid radhiyallahu anhu ka lënë vasijet që t'ia falë xhenazën Zaid ibn Arqam. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ka thënë: "Ma alimtu anna ahadan ahaqqu bis-salati ala ahadin illa an yusi al-mayyit." Pra ka thënë nuk e di që dikush ka përparësi para dikujt që t'ia falë xhenazën dikujt, përveç nëse i vdekuri lë vasijet, testament. Nëse nuk ka lënë testament, pra porosi, atëherë
ja fal, thot Muhammed ibn Sirin, atëherë ja fal xhenazën ai që është më i vlefshëm nga familja e tij, do të thonë dituri ose në ibadet e kështu me radhë. Pra kjo gjithashtu është çështje e njohur te muslimanët, edhe është përhapur, e pam te shumë prej sahabeve që kanë lënë me gojë, do të thonë kush t'ia falet xhenazën, edhe prej tabiinëve, edhe askush prej dietarëve nuk ka kundërshtuar. Do të thonë kjo i bie se ka ixhma për këtë se ai që dikush e ka lënë vasijet që t'ia falet xhenazën ose ta laje dhe ta qefinose, ai është më parsor, edhe para familjarëve të tij. Por disa prej dietarëve kanë thënë që duhet, do të thënë familjarët janë më parsor, se Allahu ka thënë wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Do të thënë pra familjarët ose ata që kanë lidhje familjare janë më parsor për njëri tjetrin. Edhe ka thënë lutja, do të thënë namazi i xhenazës është për të lutur për të vdekurin. Edhe kuptohet se ai që është më i afërt do të lutet më nga zemra, më shumë se sa dikush që është më i largët. Këto janë argumentet e tyre që kanë thënë se të afërmit janë më parsor se ai që e kalon me gojë i vdekuri. Mirë po, e kanë kundërshtuar dietarët se do thotë ata të afërmit mund të luten. Do të thënë edhe nëse del imam dikush tjetër, të afërmit prap luten për të vdekurin, kjo nuk e pengon lutjen e tyre. Kështu që mbetet mendimi i sahabeve dhe tabiinëve për këtë çështje. Mirë, pastaj thot waliz zawjaini an yughassila ahaduhuma al-akhar lianna as-siddiqa radiyallahu anhu ghassalathu zawjatuhu. Bashkëshortët kanë drejt ta lajnë njëri tjetrin, se Siddiqun radiyallahu anhu e ka larë gruaja e tij, që është Asma bintu Umeis. Edhe thot wali anna Aliyan radiyallahu anhu ghassala zawjatahu Fatima. Edhe se Aliu e ka larë gruan e tij Fatimen radiyallahu anha. Që gruaja lejohet ta lajë burrin, do të thënë ne shohim këtë ndodhi që gruaja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e ka larë Ebu Bekrin kur ka vdekur. Asma bintu Umeis e ka larë Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Dhe për këtë është transmetuar se ka ixhma gjithashtu. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka thënë law istaqbaltu min al-amri mastadbart ma ghassala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Do të thënë të kisha ditur më përpara atë që e di tani, nuk do ta kishte larë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam askush përveç grave të tij. Do të thonë do ta kishin la gratë e tij. Edhe kuptohet se gruaja vazhdon të jetë në lidhje martesore me burrin, edhe është në kohën e iddes, do të thonë pas vdekjes burrit, ajo llogaritet akoma bashkësorët e atij burri dhe nuk ka drejt të martohet derisa të kalojnë 4 muaj e 10 ditë. Ose 7 zana, do të thonë derisa ta lindë fëmijën, që do të thonë se ajo ka drejt edhe ta shohë burrin e saj dhe ta prejkë kështu me radhë dhe është më parsore, do të thonë është mirë që ajo ta laj burrin e vet. Kurse argumenti që e ka sjellë Sheikh Ibn Baz këtu se Aliu radhiyallahu anhu e ka la Fatimen radhiyallahu anha, kjo është transmetimi i dobët, edhe pse është shumë i njohur, shumë i përhapur, do të thënë, por realiteti është se është hadith daif. Por që lejohet burri ta laj gruan, po ashtu ka argument tjetër, se është direkt nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pra Aishës radhiyallahu anha i ka thonë ma darraki law mitti qabli, do të thonë nuk ke dëm ti nëse vdes para meje dhe të laj unë dhe të qefinos unë, pastaj ta fal xhenazën unë dhe të varros unë. Do të thonë ajo nuk është e dëmshme për Aishën radhiyallahu anha, do të thonë është shumë e mirë që ajo të vdes dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta laj, ta qefinos, t'ia falë namazin dhe ta varros ai sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është transmetuar se nga Aswad,
Abdurrahman ibn Aswad thot se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu e ka lar gruan e tij kur ka vdekur. Dhe ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ar-rajulu ahaqqu bi ghasli imra'atihi. Do të thënë burri është më parsor që ta laj gruan e tij. Këto janë disa prej argumenteve, kurse mëdhebin Hanefi është haram kjo se thonë vdekja është ndarje. Do të thënë edhe do thotë është haram që burri ta laj gruan. Që gruaja ta laj burrin e lejojnë, por burri ta laj gruan e ndalojnë, se thonë kur në momentin e vdekjes, do të thënë atëherë ndërpret nikahu. Edhe në atë moment burri ka drejt të martohet me 4 gra. Do thotë mund të ketë 4 gra, nuk është i martuar akoma me atë që ka vdekur. Edhe gjithashtu kur vdes gruaja mund ta marrë motrën e saj. Kështu që do thotë këto janë argumente se ai është i ndar prej asaj gruaje dhe është si grua e huaj, sikur si ndarja e tretë që është nëse kishte qenë gjallë, domethënë që nuk lejohet ta shohë dhe ta prek. Kështu thonë edhe me vdekjen është domethënë këto janë argumentet e tyre, wallahu a'lam. Edhe argumentet e mendimit të parë e qartë është se janë më të forta, wallahu a'lam. Ja, 10. Mirë, formën e namazit të xhenazës, inshallah, do të flasim më vonë. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.